Do me thonë po, Albin Kurti pas ka ra. Se fëkaron kanal. E pas ka hongër furën e rozve edhe kjo. Haj se kur gjos është, si as i pori as i fundit. E nguva qatë video 10 minuta me ethe o kukuqa po thot. A mo mirë nuk isha arru shumë. Kujtohet një rastin e herë. S'pot kujtohet një rasti, ha? Qenë shqip momentet kyqe që u falën mas shumëti. E pora që boni buj mas shumëti ke komenti për Grenellin. All these 4 years against me. He was instrumental in overthrowing my government first time. In 2020, I was the only government which was overthrown during pandemic. He has a new job now. I think President Trump would put it against drag or something. You know, against LGBTIQ. You know, even though he's himself gay. So Mr. Grenell, he is himself gay, and he got. You know that I'm a gay. You know that I'm a gay. No, I don't. I'm an open gay, so it means that I'm against him. And so. Pret se probleme po më thimet. Penis me kallzu diçka për Grenellin që është gay. Mirë që e nalën këta rus se ku me di çka ka pos me thon, ama ku do ishte më dalësh që Trump e ka emëruar udhëheq të Kennedy Center dhe i ka ndalu drag shows edhe është kundër personave trans, ama ky veto gay, nëse po kështu laftyrën kur po i thotë që është gay edhe ky presidenti. You know that I'm a gay. No, I don't. No way. Keq që situatë më kujton ato forët e vjetra, te Hotel Adria, në Tragodan, Zëndeli, kush e din e din. Opse po mam shej telefonin o shpirt. Jo, po ta msheli, po ta qeli se. Hajde vazhdojmë edhe pak me highlights. Tjetra që po kritikohet tash seriozisht që shosja e tij ndaj mediave, opozitës edhe krahasimi ose bashkimi që pia bën me Serbi edhe me Rusi. Thank you very much for congratulations. There has been this hybrid war against our government from early on, and mainly it comes from Serbia and Russia, but also from some of their elements within Kosovo. So hybrid war, disinformation in this. Second was irrational promises of the opposition who were sort of flirting with a hybrid war. And third is some oligarchs in our country, especially one of them, who owns a TV station and so on. Do po thotë që ka qenë cak i sulmeve hibride, ka pas kundërshtar shumë oligark, të specifiku një edhe pret. A e din që ma pa lidhje qëto? Se qeveria tha kjo bisedë ka ndodhur 3 ditë mas zgjedhjeve dhe qatë kohë kjo oligarku me televizion, për me e kundërshtojke. Amo që tash këta po i thojnë kryeministër, nuk po folin mo kesh për to, diqysh, o mos i besoni për politikës, çka po më çudit mas shumë të është anglishtja e tij. And Russia, all these 4 years against me, throwing during pandemic. Very first degree big award like drag or something, you know, against LGBTIQ, you know, supremacy, you know, pro-Russian. Thank you very much for congratulations. A e moni men kur thëshin këshire kjo e din anglishtën, jo se ata tjertë. Po qëto po folë sigurohen në shkollë fillore. Rufshia, you know I'm say. We are not problematic guys. We try to do agreement. Jam shumë i sigurt që në konferenca edhe intervista e kom nitë të folë shumë ma mirë. Alla shta këto e kanë zonë pa përgadit, ku pe dhe njërë. Nejse, si pas deklaratës qeveris, kjo ka ndodhë me një më të shkort. E para një ove, kjo presidenti për një meke në Kosovë. A thuk që kanë folë kër janë taku. Këtë minut që ka folë në telefon, aj të mos ditë sen. E këta komedian nuk e kanë mashtru veç bobën tonë. Prej të ne ka ro edhe kryeministra e Italis, Giorgia Meloni, kryeministri i Londës, e kryeministra dhe president e politikan tjerë. Por, a e dini kush nuk ka ro? Mashtruosit që ka në prejt të tjerët, kam pretenduar të depërtojnë edhe në zyren time. Që po menoni jo, ku është problemi? A është dashur me kon ma të kujdesshëm kabineti kryeministrit? Mu më bënë në përshtypje qëto pjesë që i pom, po për juve cila keme veçu. Përgjigje në koment edhe follow Radio Urban FM 103.5 edhe subscribe në YouTube.